Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani ka përmbyllur me sukses kongresin e 5 ndërkombëtar për gjeografinë, artin, kulturën, historinë dhe folklorin, zhvilluar në bashkëpunim me Universitetin Adnan Menderes të Turqisë. Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 110 akademik dhe profesor nga 12 vende të ndryshme të botës. Ndër të tjera, në fjalën përshëndetëse, presidentja e kongresit, profesoresh Melej Shopi, theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi akademik. Ky kongres është dëshmi e angazhimit të botës akademike për t'i dhënë zë dhe vlerë trashëgimisë së përbashkët të rajoneve tona. Ndërsa organizatori kryesor, profesori turk Ahmet Aytaç, u ndal tek vlera ndërkulturore që ky kongres sjell çdo vit. 5. Uluslararası Balkanlar, Kafkasya, Anadolu, Türkistan Coğrafyası Kültür Sanat Folklor Kongresi'ni bu yıl Arnavutluk Elbasan Aleksandr Xhuvani Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Aşağı yukarı Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye, Kuzey Makedonya, Kosova, Irak, İran, Moldova, Avusturya gibi 12 farklı ülkeden 110 civarında akademisyen, profesör 2 gün boyunca 3 farklı salonda eş zamanlı olarak 21 oturumda burada bu uluslararası konferansa katılımcı olarak katıldılar. Në fjalën e tij, dekani i Fakultetit të Shkencave Humane, profesor Ardian Lami, vuri në duke ndikimin që ngjarje të tilla kanë në ndërkombëtarizimin e universiteteve. Patëm kënaqësinë që të kemi rreth 60 apo 65 studiues, kërkues, profesor të nderuar nga fakultete dhe universitete të ndryshme të gjithë këtyre trevave në lidhje me tematikat që trajtuam. Për të ndarë me to shumë ide, shumë kultura të ndryshme me të cilët ne kemi dhënë dhe kemi marrë prej shekush. Ajo që ka rëndësi për ne është ndërkombëtarizimi i universiteteve, një ndërkombëtarizim që ne si Universiteti i Elbasanit e kemi me prioritet dhe në këtë kuadër kemi arritur që të firmosim disa memorandume me universitetet përkatëse për të bërë të mundur që edhe Universiteti i Elbasanit të futet në këtë rrjet ndërkombëtarizimi, ku studentët tanë mund të marrin diploma të dyfishta duke studiuar në universitetin ton, por edhe në universitetet e tyre përkatëse. Ndërsa për pjesëmarrësit, kjo ishte një mundësi e shkëlqyer për njohjen e kulturave të reja. Biz bu üniversitede birinci dəfəydik, amma ümumiyyətlə Albaniyada olmamız ikinci dəfədir. Almaniya bizdə böyük, gözəl təəssüratlar yaradıb. Biz Cüres və Tirana şəhərində olmuşuq. Çox mədəni, irsi, zəngin bir ölkədir. Və bu universitetdə keçirilən 5-ci beynəlxalq konferansda iştirak etmişik. Konferans Mutluhan Taş